Një figurë e nderuar e mjekësisë korçare, doktori kirurg Ahmet Hoxhallari është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare duke lënë pas një trashëgimi të shquar profesionale dhe njerëzore. Ai kujtohet nga kolegët dhe miqtë e tij si një njeri me karakter të fortë, etikë të lartë dhe përkushtim të rrallë ndaj pacientëve dhe profesionit. Në një intervistë ekskluzive për CNA, mjeku endokrinolog Angel Gusho kujton me mall dhe respekt rrugtimin e gjatë të mikut dhe bashkëpunëtorit të tij. Ai tregoi se miqësia me doktor Ahmetin kishte nisur që në rini në bankat e shkollës së mesme në Politeknikumin Mjekësor të Tiranës. Ishin ende adoleshent, por të bashkuar nga pasioni për mjekësinë dhe përkushtimin ndaj dijes. Pas përfundimit të shkollës, rrugët e tyre vazhduan në Fakultetin e Mjekësisë, ku secili ndoqi specializimin, njëri në endokrinologji dhe tjetri në kirurgji, por lidhja mes tyre nuk u ndërpre asnjëherë. Pas studimeve, jeta profesionale i shpërndau në qytete dhe institucione të ndryshme. Megjithatë, rrugët u kryqëzuan sërish në një spital, ku të dy punuan në të njëjtin ambient. Doktor Angel Gusho kujtoi se doktor Hoxhallari kishte ardhur si kirurg i përgatitur, i sigurt në profesionin e tij dhe shumë shpejt fitoi respektin e kolegëve dhe të pacientëve. Ai u dallua për aftësinë, përqendrimin dhe mënyrën njerëzore me të cilën i trajtonte të sëmurët. Përmes përvojës dhe autoritetit që fitoi, arriti të drejtonte edhe vetë spitalin duke udhëhequr me përkushtim dhe ndershmëri. Për doktor Ahmetin është e vështirë të flasësh. Ju më bët një pyetje, njohjen time me doktor Ahmetin. Jo, do të them që nuk e mbaj mend, sepse jemi njohur që fare të vegjël, që në shkollë të mesme. Kemi mbaruar shkollën e mesme në Tiranë, Politeknikumin Mjekësor. Mëtej vazhduam si student të fakultetit. Dikush në një grup tjetër, dikush në grupin tjetër, po ishim që të dy korçarë. Ai nga zona e Gorës, unë nga Korça. Mëtej puna na lidhi në vendet të ndryshme, dikush në një fshat, dikush vazhdoi specialitetet, unë për sëmundjet e endokrine, ai për kirurgji. Përsëri në një vend pune në spital. Ai ardhi si kirurg i përgatitur, unë si mjek, të dy në një ambient spitali. Mëtej, ai u rrit në detyrë, pati shumë ecje në profesionin e tij, u bë një kirurg i shquar për Korçën. Kishte edhe autoritet. Dhe mëtej ai u bë edhe drejtor spitali. Njëkohësisht bëheshin konsulta qoftë për sëmundjet e kirurgjisë, qoftë për sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet endokrine. Në kujtimet e tij, doktor Angel Gusho përmend se marrëdhënia me doktor Ahmet Hoxhallari nuk ishte vetëm profesionale, por edhe personale dhe njerëzore. Përveç se punonin së bashku, i lidhte një respekt ndërsjellë dhe një kujdes reciprok që zgjati për dekada. Doktor Hoxhallari, përveç se koleg dhe mik, ishte edhe mjeku që e operoi vetë doktor Gusho në një moment delikat shëndetësor, ndërsa më herët ishte vetë doktor Gusho që kujdesej për shëndetin e doktor Hoxhallarit, veçanërisht për problemet me zemrën dhe diabetin që shoqëruan në vitet e fundit. Ky raport i veçantë ku mjeku dhe pacienti ndërrojnë rolet mbetet një dëshmi e rrallë e miqësisë dhe besimit të thellë që i bashkonte. Pati dhe ca sëmundje që në fillim u sëmur me zemër, kur ai ishte edhe drejtor spitali, pati sëmundje që duheshe ta mjekoja dhe unë, me sëmundjen e diabetit në fillim, pastaj pata dhe unë sëmundje që duheshe bënte, e më ka thënë një llaf. Sa jam unë, ai të bësh operacion Angel. Se pasandaja, kështu që më ka bërë dhe operacion. Pra, e kam patur shok, pasandaj bashkë student, bashkë kolegë,
Më në fund, edhe unë isha mjeku i tij, por dhe ai mjeku im, kështu që ishim të lidhur me njëri tjetrin. E vështirë është të flas në fakt më shumë se kaq. Doktor Ongjëll Gusho solli edhe një episod të veçantë nga jeta e përbashkët në spital, ku shihet qartë karakteri i fortë dhe ndershmëria e doktor Hoxhallarit. Si drejtori i institucionit, ai kishte gjithmonë frikë se mos e tepronte me vendimet që merrte. Ai donte pranë vetes njerëz të ndershëm dhe të drejtë që ta frenonin nëse do të kalonte kufitë e drejtësisë. Kjo ndershmëri, kjo kujdesje për të mos e shkelur as etikën profesionale, por edhe atë njerëzore, e përkufizon më mirë se çdo fjalë tjetër personalitetin e tij. Ma kujtove një gjë. Puna ishte këtu. Kur u bë doktor Ameti drejtor, në drejtori atëhershëm nuk desh të vazhdonte kush ishte në drejtor dhe kalovi në një pozitë tjetër. Doktor Ameti më thotë mua, do të bëhesh në drejtori i spitalit. E pa mundur, thash. Pse nuk bëhem, se nuk jam tip që ta bëj atë detyrë. Më lërë gjëra të tjera të bëj, po jo në drejtor. Në qoftë se s'bëhesh në drejtor, unë do të pushoj nga puna. Kishte autoritet. Unë nuk bëj me rak se më pushon ti nga puna, po më thuaj shkakun pse do të më bësh mua në drejtor. Drejtori ka punë të tjera, jo oraret, jo t'jeti i rept me ato me në punësit me të, atë punë e bëj unë, tha, më shumë me mirë se ty, por unë dua që mos e shkel do njerë, e te proj, tha, të dua për të më mbajtur mua frerin, tha, prandaj dua të bëj ty në drejtor. A i deshte që të mos e shkelte etiketën qoftë mjekësore, qoftë civile, qoftë. Në fund të rrëfimit, doktor Gusho e përshkroi doktor Ahmet Hoxhallarin si një figurë që do të mungojë thellë në jetën e qytetit të Korçës. Ai e konsideroi atë jo vetëm një profesionist të shkëlqyer që i dha shumë spitalit dhe pacientëve, por edhe një njerëz që dinte të ruante miqësitë, të vlerësonte kolegët dhe të ishte shembull për brezat e rinj të mjekëve. Ishte personalitet, në fakt ishte person. Jo mua, ato do mungojë familjes, do t'i mungojë shokëve, kolegëve, kush ka punuar me të terve, edhe Korçës, edhe dha për Korçë. Edhe Korça i dha ati plot, po dhe ai ja ka shpërblyer Korçë. Largimi nga jeta i doktor Ahmet Hoxhallarit nuk shënon vetëm humbjen e një profesionisti të shquar të mjekësisë, por edhe të një njeriu që për vite me radhë i shërbeu me përkushtim qytetarëve dhe kolegëve të tij. Ai mbetet shembull i një mjeku që jetoi profesionin me pasion dhe ndershmëri, duke lënë pas kujtime të forta te të gjithë ata që e njohën dhe punuan me të. Kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në spitalin ku shërbeu, në qytetin që e deshi dhe në zemrat e atyre që patën fatin ta quajnë mik e mësues në profesion dhe në jetë.